Buxheti për vitin 2026 dhe 5 marrëveshje ndërkombëtare financiare që i ka propozuar për ratifikim presidentja qysh në legjislaturën e kaluar, do të jenë çështjet e para që do t'i trajtojë legjislatura e re e Kuvendit. Postyre në legjislaturën e 10 në të cilën shumicën e përbën lëvizja vetëvendosje, prioritet do të jenë edhe 13 ligjet që i rrëzoi gjykata kushtetuese javën që shkoi. Për shkak të paligjshmërisë në ndjekjen e procedurave për miratim, në mesin e ligjeve që gjykata i rrëzoi janë ai për byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, ai për sigurimet shëndetësore dhe për lojrat mesdhetare. Vonesat në miratimin e tyre kanë impakt të drejtpërdrejtë e qytetarët, thot Adnan Rostemi, deputet i zgjedhur i LVV-s në legjislaturën e 10 të Kuvendit. Ai shton se me që këto ligje nuk janë kontestuar në përmbajtje, ato do të procedohen pa humbur kohë në Kuvend, por duke ndjekur afatet procedurale të përcaktuara me rregullore. Ne do t'i procedojmë pa humbur kohë në procedurën që parashihet, domethënë edhe me kushtetuta dhe me rregullore, që t'i miratojmë sa më parë, sepse edhe ashtu për disa prej këtyre ligjeve janë vënuar shumë, domethënë siç është byroja. Rostemi thekson se mes prioriteteve të agjendës legjislative të Kuvendit do të jetë edhe paketa e ligjeve për reformën në drejtësi. Janë 6 projekt ligje tashmë të hartuara edhe që ju kanë nënshtruar edhe vlerësimi të Komisionit të Venecias dhe që presin vetëm zgjedhjen e qeverisë së re dhe miratimit të tyre për të proceduar në Kuvend. Krahas Kuvendit, qeveria e ardhshme që pritet të formohet nga vetëvendosje i ka listuar 5 vendimet e para, 3 prej të cilave projekt ligje që do t'i procedohen Kuvendit. Prioritet për qeverinë do të jetë miratimi i ligjit për buxhetin, procedimi i ligjit të ri për çmimet tavan, procedimi i plotësimndryshimit të ligjit për ta hequr kufizimin e punësimit për veteranët e UÇK-s, miratimi i pagës së 13 dhe miratimi i pakos për përballje me inflacionin në vlerë 200 milion euro. Por hulumtuesi në Institutin Demokratik të Kosovës, Vullnet Bugaçku, thot se është me rëndësi që të gjitha këto ligje që qeveria do t'i përcjellë në Kuvend të miratohen në përputhje me kornizën ligjore që të mos jenë subjekt i gjykatës kushtetuese. Çfarëdo nisme ligjore që vjen, qoftë ky i ligjit për çmimin tavan, qoftë edhe ligji i byros ose edhe ligji për çështjen e punësimit të veteranëve, duhet mi adresu sipas procedurave që janë të rregulluara në rregulloret e Kuvendit të Kosovës dhe gjithsesi pi marrim për bazë vërejtjet, sugjerimet, rekomandimet dhe konstatimet e gjykatës kushtetuese. Legjislatura e 8 e Kuvendit ka miratuar gjithsej 282 ligje, më së shumti nga të gjitha të tjerat, ndërkaq ajo e 9-ta arriti ta konstituojë vetëm veten.